Aty ku nisi kënga, një mbrëmje organizuar nga Këshilli i Qarkut Vlorë, që do të ngritet gjerë në maksimum adrenalinën e çdo të pranishmi në sallë. Ishte nga ato mbrëmje të cilat do të ngulitet thellë në memorin historike të muzikës vlonjate, jo vetëm për cilësinë artistike, por edhe për komunikimin mbreslënës përmes këngëve, përmes fjalëve, përmes ritmeve, përmes të kërcyerit, përmes gjithçkaje që përcolli në mënyrën më të drejtë për drejtë kënaqësinë dhe emocionin e ndërsjellët. Kryetari i Këshillit të Qarkut në Vlorë, Ervis Moçka, pas aktivitetit madhështor dhe tepër të suksesshëm në teatrin Petro Marko, organizuar me profesionalizëm nga administrata e Qarkut të Vlorës, nuk i fsheh emocionet. Sipas Moçkës, qëllimi ishte që në Vlorë të vinin zërat më të mirë të muzikës vlonjate dhe çame. Kryetari i Qarkut thekson se gjithçka u mbyll me sukses dhe se salla e teatrit ishte e vogël për t'i mbajtur të gjithë qytetarët. Kjo ishte ajo që ne donim të sillim artistët më të mirë vlonjat, zërat më të mirë të këtij qyteti, që të përcjellnin këngën, emocionet e këngës vjetër qytetare vlonjate. Mendoj se ja dolëm shumë mirë, përcollën shumë emocione dhe ishte me të vërtet një entuziazëm që kjo sallë ishte shumë e vogël për ta mbajtur. Ky ishte edicioni i dytë i këtij aktiviteti të organizuar nga Këshilli i Qarkut të Vlorës, ndërsa surpriza do të vijojnë edhe në edicionin e tretë, vitin e ardhshëm për ta kthyer në traditë. Gjithçka është zbuluar nga vetë kryetari i Këshillit të Qarkut, Ervis Moçka. Sigurisht, ky në fakt është edicioni i dytë, pasi edicionin e parë ne promovuam orkestrinat dhe mendojmë që vitin tjetër të shikojmë bashkitë e tjera të qarkut tonë. Aron Portokallja e këngës vlonjate na deu mbrëm nga artistët tanë, një mbrëmje e rirë dhe që arriti misionin e saj me numrin rekord të spektatorëve në teatrin Petro Marko, me një sallë të mbushur si rrallë më parë.